Dolce së fundmi ka zhvilluar një bisedë interesante me banorin më të ri të këtij formati, Lim Hotin, e cila ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të reality show. Gjatë kësaj bisede, Limi rrëfeu se njeh Dolce nga jashtë dhe se prej kohësh e ka pasur një lloj pëlqimi apo fiksimi për të. Unë të njoh nga jashtë, gjithmonë të kam pasur shumë fiksim, ju drejtua ai hapur, pa hezitim. Nga ana tjetër, Bjondja u shpreh se edhe ajo e njihte Lim Hotin dhe madje kishte qenë në dijeni se ai do të bëhej pjesë e Big Brother VIP Kosova. Çka e bëri bisedën edhe më intriguese? Të dy u shfaqën mjaft të relaksuar pranë njëri tjetrit dhe duket se mes tyre ka një lloj kimie dhe mirëkuptimi, që nuk kaloi pa u vënë re nga publiku. Megjithatë, pavarësisht afrimit me Dolcen, loja e Limit gjatë këtyre ditëve të para ka qenë mjaft e qetë dhe e matur. Pasi ai duket se po i vëzhgon me kujdes konkurrentët e tjerë dhe po studion dinamikat brenda shtëpisë. Për publikun, Lim Hoti njihet gjerësisht edhe si ish partneri i banores Alba Pollozhani, të cilën ai e ka përmendur vazhdimisht gjatë qëndrimit të tij në shtëpi, duke e bërë këtë histori pjesë të diskutimeve dhe kuriozitetit të shikuesve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.